Të nderuar përdorues të faqes Nuk je vet. Duke pas parasysh se kemi pranuar një numër të madh të pyetjeve për temën tuaj të preferuar, dashuria, unë sot do të provoj t'ju jap disa informata që po shpresoj se kanë me qenë të rëndësishme për juve. Të dashurosh dhe të ndihesh i dashuruar është pasurim në jetën tonë. Personat të cilët janë të afërt emocionalisht me dikë tjetër ndihen më të sigurt, bile dhe më të shëndetshëm. Dashuria romantike kryesisht fillon të përjetohet për herë të parë në moshën e adoleshencës dhe kjo ndodh në të gjitha kulturat, domethënë është pjesë normale e zhvillimit të individit. Të rriturit shpesh i drejtohen ndjenjes së dashurisë romantike tek adoleshentët me terma nënçmuese, ndonjëherë thonë edhe dashuriçkat, dhe nuk i marrin shumë seriozisht ato. Prindërit refuzojnë të pranojnë se fëmijët e tyre adoleshent janë të aftë të ndinë dashuri romantike të vërtetë. Mirë po të njëjtën kohë, ata i pranojnë deklaratat e fëmijëve të tyre kur ata thonë të dua mami ose të dua babi. Nëse prindërit po e pranojnë ndjenjen e dashurisë nga fëmijët e tyre për vete, a nuk do të ishte dashur që edhe ndjenjat romantike të tyre të jenë të mirëfillta dhe të merren si të vërteta? Ndonjëherë çiftet që bien në dashuri në shkollën e mesme mund të krijojnë marrëdhënie të qëndrueshme që të zgjasin. Por pjesa më e madhe e lidhjeve që krijohen në këtë moshë nuk zgjasin, por kjo nuk ndodh për shkak se adoleshentët nuk janë të aftë të dashurojnë thellësisht. Arsyeja kryesore pse lidhjet janë të shkurta në këtë moshë është për shkak se ne në mënyrë instiktive jemi duke provuar ta njohim vetveten dhe të kultivojmë vlerat tona. Një arsye tjetër është edhe sepse ne përderisa arritemi, shijet tona ndryshojnë dhe prikjet tona nga partneri ndryshojnë. Zakonisht në adoleshencë, djemt kanë më shumë kriter tërheqjen fizike, ndërsa vajzat janë shumë të tërhequra pas statusit social edhe pas afërsisë që mund t'ju ofrojë pala tjetër. Domethënë, përgjithësi në adoleshencë, fokusi kryesor është më shumë argëtimi, ndërsa në moshën e rritur, përshtatja është elementi kryesor i një lidhjes, dhe do të thonë është elementi kryesor për cilin çiftet provojnë të krijojnë një lidhje. Janë disa faktorë të cilët ndikojnë në lidhjet romantike në adoleshencë dhe do të provoj të elaboroj disa prej tyre. Fillimisht është papjekuria mjaftueshme emocionale. Të rinjët dhe adoleshentët nuk kanë përvojë të mjaftueshme praktike dhe nuk kanë pjekuritë mjaftueshme emocionale. Dhe si pasojë shpesh mund të mendojnë që janë të dashuruar përderisa ata janë më shumë të magjepsur. Prindërit shumë shpesh arrin të vrejnë shkatrimin emocional të fëmijëve të tyre përpara se ata ta vrejnë te vetvetja. Domethënë mungon një vetvëzhgim i mirëfillt emocional në moshën e adoleshencës. Këtu është shumë e rëndësishme dhe preferohet që adoleshentët fillimisht të kultivojnë vlerat e tyre, të kultivojnë personalitetin e tyre, të provojnë ta duan dhe ta njohin vetveten, të gjejnë vetvlerësimin e tyre dhe pasi ti kalojnë këto procese, do të jenë më të gatshëm që të futen në një lidhje të mirëfillt gjatë kësaj moshe. Një element tjetër më rëndësi është edhe presioni. Të rinjët shumë shpesh për shkak të presionit që bëhet nga partneri apo nga shoqëria në përgjithësi, mund të bëjnë veprime për të cilat nuk ndihen rehat. Shumë shpesh vajzat mund të ju kërkohet që të bëjnë sjellje të caktuar nga partneri i tyre me dëshminë se kjo do të ishte fakti që ajo e dashuron atë. Do të thonë kjo do të ishte dëshmia dhe prova që ajo e dashuron atë. Dhe në raste të tilla është më së miri që të largoheni nga këto situata dhe mos bëni veprime për cilat ju nuk ndiheni rehat, edhe nëse ju kërkohen nga partneri, apo edhe nëse veprimet të tilla bëhen nga shoqet e juaja apo shokët e juaj dhe janë të pranueshme në rrethin social ku ju jetoni. Një aspekt tjetër i rëndësishëm që duhet të analizohet është edhe shkollimi. Shpesh të rinjët që janë në lidhje në moshën e adoleshencës kalojnë shumë kohë bashkë dhe si pasojë mund të neglizhojnë detyrat e shtëpisë apo edhe të ikin nga orët e mësimit. Ju adoleshent, duhet të kuptoni se lidhjet në këtë moshë janë një privilegj dhe se shkolla duhet të vijë gjithmonë e para. Do doja t'ju flisja edhe për një çështje tjetër shumë shkurt që ka të bëjë me statusin social. Fatkeqësisht në moshën e adoleshencës, statusi social nënkupton pothuajse gjithçka për juve. Dhe shumë shpesh mund të krijohen lidhje për shkak të mbajtjes së një statusi të përshtatshëm social brenda shkollës. Ajo që mund t'ju them këtu është që të provoni të njihni motivet e juaja dhe nëse futeni në një lidhje, siguroni që këtë po e bëni për arsyet e duhura.
Siguroni që ju po e pëlqeni me të vërtet personi në fjalë dhe se po ndiheni rehat në praninë e tij apo saj dhe që nuk po e bëni këtë për arsye të tjera, sidomos jo për shkak të mbajtjes së një statusi social brenda shkollës. Duke pas parasysh të gjitha këto që ju thash më lart, më lejoni t'ju them se dashuria është pasurim i madh në jetën tonë. Domethënë është ndër ndjenjat më përmbushëse që ne mund të përjetojmë. Nëse akoma ju nuk e keni përjetuar këtë ndjenjë deri tani, mos u brengosni, sepse ju adoleshent keni mjaft kohë në horizont për të pas përjetime të tilla.